Përshëndetje të nderuar shikues, po filloj me përmbledhjen e ngjarjeve që shënuan javën që lan pas në Gjakov. Një person ka humbur jetën tragjikisht gjatë të enjtes në Gjakov. Një ngasës derisa po ngiste kamionin, ka humbur kontrollin dhe përpasoj një person që ishte afër, është bllokuar nën kamion. Në vendin e ngjarjes menjëherë dolën ekipet relevante, ndërsa ekipi mjekësor ka konfirmuar vdekjen e personit në vendin e ngjarjes. Një ngjarje e rëndë ka trondituar sërish Gjakovën këtë të enjte. Një aksident fatal ka ndodhur në fshatin Meç, ku një person ka humbur jetën gjatë procesit të punës. Sipas zyrtares për informim në drejtorinë rajonale të policisë në Gjakov, Vlera Krasiqi, rreth orës 9:55 është pranuar informata për incidentin. Dyshohet se shoferi i një kamioni transportues ka humbur kontrollin mbi mjetin, duke bërë që ai të rrëshqas. Si pasojë, një punëtor që ndodhi në afërsi është bllokuar nën kamion. Në vendin e ngjarjes kanë intervenuar menjëherë njësitë policore, zjarrfikësit dhe ekipi i emergjencës, por përkundër përpjekjeve, mjeku ka konstatuar vdekjen e viktimës në vend ngjarje. Viktima është identifikuar si S.L, 52 vjeç. Policia e Kosovës ka bërë të ditur se janë duke u ndërmarrë të gjitha veprimet hetimore për të sqaruar plotësisht rrethanat e këtij aksidenti tragjik. Kjo ngjarje vjen në një javë të rëndë për Gjakovën, ku një tjetër viktim u shënua ditë më parë, gjithashtu në vendin e punës. Trajtimi i rasteve të dhunës në familje kërkon një trajtim shumë specifik në aspektin ligjor. Profesionistët e fushës thonë se është shumë e rëndësishme që dhuna të lajmërohet me kohë. Avokate Jetlira Avdiaj, duke folur për ecurinë që duhet ndjekur për raportimin e dhunës, ka kërkuar që asnjë formë dhunës të mos kalojë pa u raportuar. Përdorimi i dhunës në familje është një dukuri negative që po vazhdon të raportohet çdo herë më shumë. Dhuna nuk është vetëm fizike, por edhe verbale, që shpesh çojnë në manifestime të rrezikshme si nga viktima ashtu edhe nga përdoruesi i dhunës. Për hapat ligjor që duhet ndjek viktima e dhunës në familje, ka treguar avokatja Jetlira Avdiaj. Këtë rast të hapat që duhet ndërmarrë për paraqitjen e dhunës në familje është kur viktima e dhunës në familje menjëherë lajmëron policinë dhe policia pastaj në kuadër të kompetencave të veta e thërret mbrojtjen e viktimave, e merr deklaratën e personit që ka pësuar dhe unë do të them viktimës e dhunës në familje dhe i lajmëron edhe institucionet që ja përkaqëse siç është QPS-ja, Qendra për Punë Sociale dhe Prokurorinë e Shtetit. Pastaj në qoftë se është personi i mitur, lajmërohet edhe avokati sipas detyrës zyrtare ose angazhohet një avokat që angazhon viktima vet. Ka shumë raste të kësaj dhune që gjatë hetimeve viktima humb strahimin. Për këtë rast ka shpjeguar më shumë avokatja. Këto janë pak a shumë hapa që duhen ndërmarrë, ndërkaq për personat të cilët janë që nuk kanë ku të shtrohen, nuk kanë ku të shkojnë pas lajmërimit të kësaj dukurie, janë edhe shtrehimoret, Gjakova ka shtrehimorën e vet dhe institucionet menjëherë i përcjellin këta viktimat e dhunës në familje në shtrehimore derisa të sigurohet një shtrehim më i sigurt për viktimën e dhunës në familje. Avdiaj përfundu bëri thirrje të gjithë personave që bëjnë viktima të dhunës në familje, të lajmërojnë rastin e policinë e Kosovës dhe të besojnë institucioneve të sigurisë në vend në mënyrë që të ngritet efikasiteti institucional dhe vetia qytetare për të mos heshtur në raste të dhunës. Ka disa vite që projekti i Eshnorës në Çabrat ka mbetur i pafinalizuar plotësisht. E për këtë situatë, kryetari i organizatës së veteranëve Lanç, Gazmend Hoxha, ka kërkuar që institucionet komunale të bëjnë më shumë në këtë drejtim, pasi figura e Fadil Hoxhës e meriton një trajtim më dinjitos. Po bëhen gati 6 vjet që kur ka nisur punimet për rivitalizimin e Eshnorës, e cila paraqet varrezën në luftëtarëve të vrarë të Gjakovës me rrethin gjatë luftës antifashiste nacional çlirimtare. Edhe pse disa herë u tha se punimet janë drejt përfundimit, nga organizata e veteranëve të Lançit Dega në Gjakov vlerësojnë se ndihen të neglizhuar që projekti nuk po finalizohet plotësisht. Kështu tha kryetari i Degës Gazmend Hoxha. Organizata jonë nga njerë ndihet ka pak anashkaluar, sidomos edhe pse unë kom qenë pjesë angazhimeve antarës asamblesë, ka pas angazhime për kryen e Eshnorës.
nuk kemi dashur të polemizojmë, ka metë shumë pak, për fat keq tash kolegët e mi ka nis të ndinë veten pak si të nashkaluar, nështë edhe të harruar, pse edhe bojnë pyetje pse gazmen kur është afër finalizimit nuk kryhet. Kryetari Hoxha duke vënë theksin edhe te mungesa një busti për Fadil Hoxhën, tha se nëse kjo bëhet, politika lokale asgjë nuk humb, kjo pasi gjakovarët e meritojnë të kenë një bust të heroit Fadil Hoxha. Gjakovarët e kanë dëshirë, e respektojnë, e dojnë një figurë si Fadil Hoxha, një figurë me cilin kem të drejtë edhe të krenohem, përsi se është një figurë emblematike që ka kontribu qoftë me pushk, qoftë me lapse e gjitha forma tjera. Prandaj një pjesë e trashëgimisë së arritjeve tona është pjesë edhe e tij. Prandaj sot mos ketë një përmendore, mos ta ketë një vend që ka emrin e Fadil Hoxhës është vërtet shumë e vështirë. Prandaj edhe përmes këtij emisionit unë bëj një apel të strukturat e komunës, edhe pse kam një respekt aty, që ata ta përfundojnë atë çfarë kanë nisë. Besoj se nuk humbin në vota nëse punojnë, edhe mos vinë prej e disa deziluzioneve, disa thashe themeve të njerëzve që vërtet mirën me gjanat cilat nuk i kanë studiu, nuk i dinë fort mirë, por flasin në aspektin subjektiv. Prandaj neve na takon si qytetar që ta çojmë vend, ta çojmë një amanet brezave të kalum, edhe vërtet të krenohem me diçka që vërtet është. Normalisht, që rrugë e tij, Bujani, këto janë pjesë të trashëgimisë të këtyre djemve të Gjakovës që kanë dhënë jetën për liri. Për fat mirë sot jemi shirum, prandaj aja e madhëron edhe aktivitetin e këtyre. Memoriali i projektit të Eshnorës në Qabrat, si një vlerë historike dhe unike në llojin e saj, është planifikuar të mbajë emrin e heroit Fadil Hoxha dhe të shërbejë për aktivitete kulturore artistike, po ashtu edhe si muze e amfiteatër sapo të funksionalizohet i plot. Kujtojmë se për të kuptuar se në cilën fazë të punimeve gjendet aktualisht ky projekt, kemi kërkuar informacione shtese dhe nga zyra informimit në Gjakov, por deri në transmetimin e kronikës nuk kemi siguruar përgjigje. Kjo javë është karakterizuar edhe me përvjetorin e 27 të masakrës së Mejës. Në një bilans të tmerrshëm u përfshin 15 fshatra të rrethit të Gjakovës, duke i ekzekutuar 376 civil shqiptar të pafajshëm. Pranvera e vitit 1999 bëri bashk jetën e vdekjen. Masakra e Mejës, sot në përvjetorin e 27, kujtohet si ndër ngjarjet më të trishta për vendin ton, ku më 27 prill të vitit 1999, në fshatin Mej, afër qytetit të Gjakovës, u vranë e u masakruan 376 civil shqiptar nga policia e ushtria serbe. Në mëngjesin e 27 prillit, forcat barbare serbe sulmuan fshatin Mej pa paralajmërim, duke gjuajtur granata dhe duke djegur shtëpi. Njësitë e policisë serbe depërtuan në fshat dhe dërguan banorët afër shkollës. Midis 100 dhe 150 burra të moshës 15 deri në 50 vjeç u morën nga turma e fshatarëve. Ata më vonë u ndanë në grupe prej 20 dhe u qelluan për vdekje nga zjarri automatik i armëve përmes gjuajtjeve të shumta drejt kokës. Në të njëjtën kohë, herët në mëngjesin e 27 prillit, ata dëbuan sistematikisht shqiptarët e Kosovës nga zona midis Gjakovës dhe Junikut, afër kufirit me Shqipërinë. Burrat janë nxjerrë nga kolonat e refugjatëve në një pikë kontrolli në Mej dhe familjet e tyre janë urdhëruar të vazhdojnë udhën për në Shqipëri. Ekzekutimet janë kryer pas ndalimit të kolonave të civilëve që po largoheshin nga zonat e luftës, ku burra dhe djem janë ndarë nga gratë dhe fëmijët dhe më pas janë ekzekutuar. Ndërkaq mëngjesin e hershëm të 28 prillit, rreth 60 traktorë me refugjat nga Kosova u pritën në vendkalimin kufitar të Morinës, ku në këto automjete u pan vetëm gra, fëmijë dhe të moshuar, ndërsa burrat i kishin marrë ushtria serbe. Atë ditë, asnjëri nga të ndaluarit nuk arriti të dilte i gjallë nga Meja dhe pas luftës trupat e masakruar të tyre, disa u gjetën në përvareza masive nëpër Kosovë,
kurse të tjerët ka informacion se janë ende diku nëpër Serbi. Ndërkaq pas 27 vitesh, plagot e kësaj ngjarjeje tragjike mbesin ende të freskëta për familjarët e të afërmit e dëshmorëve, atyre që mbesin dëshmi e gravuar në historinë e Kosovës. 1 maj, dita e punëtorëve nuk festohet njëjtë në gjithë globin. Diku protestohet për të drejtat e punëtorëve, e në disa vende edhe festohet. Kronika në vazhdim na njeh me opinionet e disa qytetarëve se si e shënojnë ata këtë festë. Në gjithë globin, festa e 1 maj, të njohur si dita ndërkombëtare e punëtorëve, shënohet me një përzierje të protestave sindikale dhe shëtitjeve në natyrë, duke reflektuar si kërkesat për të drejta, ashtu edhe traditën e festimit. Ekipi ynë ka qëndruar në terren sot për të kuptuar më shumë rreth mendimeve të qytetarëve. Njëri prej tyre u shpreh se protestat janë të nevojshme e të arsyeshme dhe se duhet të bëhet më shumë në këtë drejtim. Protestat gjithsesi janë nevojshme edhe të arsyeshme për shkak se sipas disa informacioneve, pra këtu në Kosovë në 5 vitet e fundit thuhet se 97 punëtorë kanë humbur jetën në vend të punës, kështu që unë mendoj që duhet bëhet më shumë këtë drejtim. Ndërkaq, një tjetër qytetar u shpreh se ndonse në shtete tjera është zgjidhur prej kohësh çështja e sektorit privat, në Kosovë tashë 27 vite, situata nuk është e mirë. Të po që në për shtetet që janë përpajimtare, shtetet perëndim dhe krejt, ata kanë zgjedhur çështjen e sektorit privat. Kurse të na që 27 vite në shekullin 21 katastrofë është privatizimi. Thonë pa ato se pishini që më shumë të pihojnë klasa punëtore, sidomos në ndërtimtari edhe në për këto. Ata fitojnë, milionet i fitojnë edhe nuk e shohin të arsyeshme. To po që nuk kem ligj, nuk ka ligj për mbrojtje, se me pas ligj mbrojtje, në perëndim, ja shkel drejtër po ka advokatin. Edhe i merr krejt ato shka duhet, rasi atë që në drejtën. Këtu të nërë se mbron. Pa ata që shkanë shpirt i herë, to në atë fitim me favorizu, me dhonë pak ma tepër se punën me orar gjatë, në vendet rrezikshme, për shenet ndërtimtari dhe për hupin jetën. Familja tina të përshtymet, po që ja bëndore, nuk ka kur farë sigurie. Ndërkaq, gjatë ditës së sotme, me rastin e ditës ndërkombëtare të punëtorëve, dhjetra punëtorë të sektorit privat protestuan duke ngritur shqetësimet për kushtet e rënda të punës, pagat e ulta dhe mungesën e zbatimit të ligjeve në fuqi. Protesta e organizuar në kryeqytet nga Federata Sindikale e Punëtorëve të sektorit privat nisi nga sheshi Zahir Pajaziti për të vazhduar para ndërtesës së qeverisë së Kosovës. Në kishën e famullisë në Pjetërshan, gjatë premtës është mbajtur mesha shenjtë në kuadër të shënimit të festës së Shën Jozefit punëtor. Krahas besimtarëve të shumtë, të pranishëm ishin edhe imzot Luigi Bianco, imzot Dot Gjergji dhe meshtar të tjerë. Festa Shën Jozefit punëtor është të shënuar sot në kishën e famullisë në Pjetërshan. Në një atmosferë festive mes lutjesh, u nderua mbrojtësi i punëtorëve dhe shembulli i përvojtrisë, biznikrisë dhe punës së ndershme, Shën Jozefi. Në kremtim të meshës, të pranishëm ishin besimtarë të shumtë, ndërkaq mesha u udhëhoq nga imzot Dot Gjergji, i peshkvi dioqezës Prizren Prishtinë, bashkë me imzot Luigi Bianco, nunci apostolik delegati i Vatikanit për Kosovë. Vllazër dhe motra, miqë dhe shamirë, kam nderin që sot të kremtoj këtë mesh me ju e me të dërguarin e papës Leonit 14 për Kosovën, që është shkelqësia e tij Luigi Bianco. Tutje imzot Luigi Bianco tregoi kuptimin e festës së Shën Jozefit punëtor. Në vitin 1955, Papa Piu XII themeloi festën e Shën Jozefit punëtor për të dhënë një mbrojtës punëtorëve dhe një kuptim të krishterë festës së punës, një përvjetor i rëndësishëm civil në mbar botën. Ndërsa liturgjia kremton si solemnitet me 19 mars Shën Jozefin si fatin e selumës Virgjës Mari. Në predikimin e tij,
Nunci apostolik delegati Vatikanit për Kosovë, Bianco bëri të ditur se në fund të kremtimit të meshës do të ndaj edhe bekimin. Në fund të meshës do të ndaj edhe bekimin apostolik për të fituar edhe ju si besimtar ndjesën e plot të mëkateve. Dhe ndjesa e plot e mëkateve fitohet duke i pas parasysh dhe duke i plotësu 3 kushte: rrëfimin këto 2 javë e fundit, pjesëmarrja në kungimin e shenjtë gjatë kësaj meshe, edhe lutja për qëllimin e papës. Kjo festë është ritual i përveçshëm i besimtarëve të krishterë, duke i dhënë kuptim të krishterë një majet ditës së punëtorëve. Problemi i mungesave të nxënësve në shkollat e Kosovës gjatë kësaj jave u vlerësua si një alarm që institucionet shkollore të bëjnë më shumë në këtë drejtim. Gati 4 milion mungese janë regjistruar në shkollat e Kosovës në nivelin fillor dhe të mesëm, për vetëm gjysmëvjetorin e parë të vitit shkollor 2025-2026. Kjo situatë shqetësuese e ka përcjellur edhe komunën e Gjakovës, ku sipas të parit të arsimit në këtë komunë, Hysen Brahimaj, po punohet maksimalisht në rënjën e numrit të mungesave deri në fund të vitit shkollor. Në shkollat fillore dhe të mesme në Kosovë janë regjistruar afro 4 milion mungesa gjatë gjysmëvjetorit të parë të vitit shkollor 2025-2026. Prej tyre rreth 1 milion mungesa figurojnë si të paarsyeshme. Situatë ngjashme paraqitet edhe në komunën e Gjakovës, ku sipas drejtorisë komunale të arsimit, mungesat mbeten të konsiderueshme në të 2 nivelet e arsimit. Drejtori i këtij institucioni, Hysen Brahimaj, ka bërë të ditur se për nxënësit nga klasa e parë deri në të 9-ën janë regjistruar 39.347 mungesa të paarsyeshme dhe 107.129 mungesa të arsyeshme. Ndërsa për nxënësit e shkollave të mesme të larta, klasat 10 deri 12, janë evidentuar 33.925 mungesa të paarsyeshme dhe 51.408 të arsyeshme. Në total, sipas të dhënave zyrtare, numri i përgjithshëm i mungesave në Gjakov arrin në 231.809. Brahimaj thekson se ndonë se shifrat janë të larta, ato ndryshojnë nga mesatarja përgjithshme në nivel vendi dhe kërkojnë angazhim të shtuar nga shkollat dhe prindërit. Autoritetet arsimore po paralajmërojnë masa më të rrepta për monitorimin e vijshmërisë së nxënësve, ndërsa mungesa të shumta mbetet një nga sfidat kryesore që ndikon në cilësinë e arsimit dhe suksesin e nxënësve në vend. Drejtoria e Shëndetësisë në Gjakov në kuadër të zgjerimit të kapaciteteve dhe shërbimeve, së fundmi ka nisur edhe një reformë shëndetësore, duke bërë disa ndryshime në orare dhe në shërbime. Drejtori Lulzim Goqi i ka pohuar syrit se gjithë kjo po bëhet me qëllim që secili pacient të trajtohet në mënyrë të barabartë. Nga data 1 maj, qytetarët që kanë nevojë për shërbime shëndetësore, qendra kryesore mjekësisë familjare në Gjakov do të punojë me orar të zgjatur nga ora 7 deri në orën 21. Sipas drejtorisë për shëndetësi dhe mirëqenie sociale në Gjakov, qendra kryesore mjekësisë familjare do të ofrojë shërbime në këtë orar gjatë vikendit dhe festave në kuadër të urgjencës dhe kujdesit paliativ. Po ashtu, ata bën të ditur që nga muaji maj, stafi shëndetësor do të zgjerohet me mjek të rinj në kuadër të qendrës kryesore mjekësisë familjare, qendrave familjare dhe ambulantave të mjekësisë familjare, duke ofruar shërbime të shpejtë dhe të personalizuar për çdo pacient. Qytetarët që nuk mund ta kryejnë transportin deri në qendrat kryesore të mjekësisë familjare, urgjenca është pajisur me autoambulancë të re, që është një shtesë e madhe për kapacitetet aktuale. Ky ndryshim synon përmirësimin e cilësisë së shërbimeve shëndetësore për qytetarët e komunës së Gjakovës. Në një koncert solistik, kori Grave za Art ka performuar para publikut në Gjakov. Në një skenë të mbushur mes duartrokitjeve, gratë e vajzat e korit në dirigjimin e Elita Hoxhës performuan disa vepra artistike. Mbrëm, kori Grave za Art nga Gjakova ka sjell një atmosferë të veçantë artistike në shkollën e muzikës Prenkjakova, ku kanë performuar disa pika muzikore që u pritën mjaft mirë nga publiku. Udhëheqësi artistike soprano Elita Hoxha tregoi më shumë rreth këtij organizimi.
Organizimi i këtij koncerti ka qenë si qëllim mi sjell një mbrëmje sa më të veçantë për publikun, një mbrëmje që secili publik do e dëshiroj. Ja vlen të ceket që transmetimi i vlerave tona kulturore dhe këngë të pastra shqipe. Kjo ka qenë esenca e koncertit sot. Sopranoja Hoxha tregoi rreth përzgjedhjes së pikave artistike. Kemi sjell disa ngjyra të solistëve të korit, po ashtu edhe kori vet kanë sjell këngë të cilat janë shumë të dashura për publikun, ndërto janë Kur më vjen burri nga stani, Kur gjethet binë në vjesht, Zare trëndafile, Jelekun kadife e plot tjera. Ndërkohë, antarja e korit Venera Caka ka falendëruar publikun për mbështetjet e vazhdueshme që i jep këtij formacioni artistik. Koncerti kaloi shumë bukur. Në emër të gjitha anëtarëve të korit Zart, dua të falenderoj publikun e mrekullueshëm për duartrokitjet e ngrohta që na dhuruan, edhe na dhanë edhe neve një siguri. Ishte një mbrëmje shumë e bukur. Shpresojmë që mbrëmjet të tilla të mbajmë sa më shpesh në qytetin tonë dhe presim që përkraja publikut mos na mungojë asnjëherë. Salla ishte mbushur me publik, të cilët duartrokitën gjatë performancën dhe shprehën dëshirën që në qytetin e Gjakovës të organizohen më shpesh aktivitete të tilla kulturore, duke pasur parasysh traditën dhe dashurinë për artin që karakterizon këtë qytet. Ndoqët për mbledhjen me disa prej ngjarjeve që shënuan javën që lan pas në Gjakov, ndërkohë ju vazhdoni të qëndroni me programin tonë. Mirëmbëjtje.